Horoskopi për javën 23-29 gusht. Energjia e javës. Kjo është një javë shumë e rëndësishme sepse ndryshon ritmin e muajit. Dielli largohet nga Luani dhe hyn në Virgjëresh më 23 gusht, ndërsa Mërkuri hyn në Virgjëresh më 25 gusht. Kjo është vendos vëmendjen nga vetbesimi, krijimtaria dhe dëshira për të shfaqur drejt organizimit, punës, detajeve dhe vendimeve praktike. Më 25 gusht Mërkuri lidhet me yjen e jugut, më 27 gusht kemi Mërkurin që është një cazimi në Virgjëresh, ndërsa më 28 gusht ndodh eklipsi i pjesëshëm hënor në Peshq, në opozit me diellin në Virgjëresh. Pra, kjo është një javë zbulimesh, mbylljesh dhe vendimesh. Shumë gjëra që kanë mbetur pezull mund të kërkojnë përgjigje. Le t'i ndjekim shenjat një nga një. Filloj me dashin. Dashi hyn në një javë ku duhet të bëjë diçka që zakonisht nuk e ka shumë qef. Të ngadalësoj ritmin dhe të ulet të merret me detajet. Me diellin që hyn në Virgjëresh më 23 gusht dhe Mërkurin që ndjek të njëjtën rrugë më 25 gusht, fokusi yt zhvendoset te puna, rutina, organizimi dhe mënyra se si po e menaxhon energjinë tënde. Në punë mund të kuptosh se një problem nuk kërkon më shumë forcë, por një mënyrë më të zgjuar organizimi. Nëse ke një projekt të madh, ndajeni në hapa të vegjël dhe mos kërko rezultate menjëhershëm. Në dashuri, Venusi në Peshore të kujton se një marrëdhënie nuk mund të funksionojë vetëm me dëshirën e njërit. Nëse je në lidhje, kjo javë mund të nxjerrë në pa një çështje ku duhet të gjeni më shumë ekuilibër. Nëse je beqar, mund të kuptosh se çfarë lloj partneri nuk dëshiron më. Më 27 gusht, Mërkuri në Virgjëresh bashkohet me diellin, duke sjellë një moment qartësie për punën ose një vendim të rëndësishëm. Eklipsi i 28 gushtit është eklipsi hënor, pra mund të bëjë të lësh pas një lodhje emocionale. Kjo javë të mëson se nuk ke pse të luftosh për çdo gjë. Disa gjëra fitohen duke zgjedhur më me kujdes kur ja vlen të investosh energjinë. Demi për demin, kalimi i diellit dhe më pas i Mërkurit në Virgjëresh sjell një ndryshim shumë të këndshëm të energjisë. Kjo zonë lidhet me dashurinë, kreativitetin, kënaqësinë personale dhe gjërat që të bëjnë të ndihesh përsëri gjallë. Nëse kohët e fundit ke qenë shumë i përqendruar te detyrimet, kjo javë të kujton se jeta nuk është vetëm punë dhe përgjegjësi. Duhet të gjesh kohë për diçka që të sjellë kënaqësi. Në dashuri mund të ketë një zhvillim interesant. Nëse je beqar, një person mund të afrohet përmes një aktiviteti shoqëror, një hobi ose një rrethi ku ndihesh natyrshëm. Nëse je në lidhje, është javë e mirë për të rikthyer romantizmin. Mërkuri me yjen e jugut më 25 gusht mund të rikthejë një ide ose dëshirë të vjetër. Ndoshta një projekt që kishe braktisur meriton një mundësi të dytë. Por fundjava bëhet më serioze. Eklipsi në Peshq mund të ndryshojë një miqësi, një plan të ardhshëm ose mënyrën se si imagjinon të ardhmen. Mos u tremb nëse një plan ndryshon. Ndonjëherë universi nuk po të heq një mundësi, thjesht po të largon nga një rrugë që nuk ishte e përshtatshme për ty. Binjakët kanë përpara një javë ku tema kryesore është shtëpia, familja dhe baza emocionale. Dielli hyn në Virgjëresh më 23 gusht dhe Mërkuri më 25 gusht, duke të shtyrë të mendosh më seriozisht për atë që ndodh pas dyerve të mbyllura. Mund të vendosësh të riorganizosh shtëpinë, të ndryshosh një mënyrë jetese, ose të marrësh një vendim që lidhet me familjen. Një çështje e vjetër mund të rikthehet rreth 25 gushtit, sidomos një bisedë që nuk ishte mbyllur siç duhet. Në punë mos u shpërqendro nga shumë ide njëherësh. Urani vazhdon të jetë në shenjën tënde dhe të sjellë dëshirë për ndryshim, por këtë javë suksesi vjen kur një ide konkrete merr formë. Më 27 gusht, Mërkuri, që është këtë cazimi, mund të sjellë një informacion që të ndihmon të kuptosh çfarë duhet bërë më pas. Pastaj vjen eklipsi hënor në Peshq. Ky është veçanërisht i rëndësishëm për karrierën dhe reputacionin. Mund të ketë një vendim, një ndryshim në punë ose një realizim të fortë për drejtimin profesional. Mos u kap pas një identiteti profesional vetëm sepse ke investuar shumë kohë në to. Nëse rruga nuk të përfaqëson më, ke të drejtë ta ndryshosh. Gaforia këtë javë duhet i kushtoj shumë rëndësi komunikimit. Dielli hyn në Virgjëresh dhe më pas Mërkuri më 25 gusht, duke e bërë mendjen tënde më aktive dhe më të përqendruar
te informacionet, dokumentet, marrëveshjet dhe bisedat. Në punë është periudhë shumë e mirë për të mësuar diçka të re ose për të organizuar një projekt. Nëse ke pasur një ide që nuk e ke shprehur, tani mund të gjesh fjalët e duhura. Megjithatë, më 25 gusht Mërkuri takohet me Yjen e Jugut. Një bisedë e vjetër mund të rikthehet, mund të marrësh një telefonat, një mesazh ose të përballesh përsëri me një çështje që mendove se ishte mbyllur. Mos e shiko domosdoshmërisht si problem, mund të jetë mundësia për ta zgjidhur përfundimisht. Në dashuri Venusi në peshore të bën të kërkosh më shumë siguri emocionale, nëse je në lidhje, komunikimi i butë është shumë më efektiv se heshtja. Eklipsi në Peshq më 28 gusht mund të ndryshojë perspektivën tënde për një udhëtim, studim, person ose plan të rëndësishëm për të ardhmen. Kjo javë të mëson se një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë një rrugë të tërë të jetës. Luani këtë javë fillon të dalë gradualisht nga qendra e vëmendjes dhe hyn në një fazë shumë më praktike. Dielli largohet nga shenja jote më 23 gusht dhe hyn në Virgjëresh, duke të bërë të mendosh për paratë, sigurinë dhe atë që vlen realisht për ty. Pas një periudhe shumë intensive ku ke menduar për identitetin dhe fillimet e reja, tani pyetja është: si do ta përdorësh atë energji në jetën reale? Mërkuri në Virgjëresh më 25 gusht të ndihmon të analizosh financat më me kujdes. Mund të gjesh një mënyrë për të kursyer, për të riorganizuar një pegesë ose për të krijuar një burim të ri të ardhurash. Në dashuri, Venusi në peshore favorizon komunikimin. Një bisedë mund të afrojë dy njerëz që kanë qenë pak të distancuar. Por eklipsi hënor në Peshq më 28 gusht të kërkon të shohësh më thellë një çështje besimi, financash të përbashkëta ose intimiteti. Mos mbaj diçka vetëm sepse ke frikë se çfarë do të ndodh pastaj. Më 27 gusht, Mërkuri cazimi mund të jap një ide shumë të qartë për një çështje financiare ose personale. Kjo javë të mëson se fuqia jote nuk është vetëm të shkëlqesh, është të dish ta kthesh atë shkëlqim në diçka të qëndrueshme. Virgjëresha është padyshim njëra nga protagonistet e javës. Dielli hyn në shenjën tënde më 23 gusht dhe Mërkuri më 25 gusht, duke sjellë një rritje të fortë të energjisë personale dhe mendore. Virgjëresha mund të ndjesh sikur po zgjohesh pas një periudhe ku ke qenë duke pritur. Tani dëshiron të marrësh vendime, të rregullosh gjërat dhe të fillosh një kapitull të ri. Më 25 gusht Mërkuri lidhet me Yjen e Jugut, kjo mund të rikthejë një mendim, person ose çështje nga e kaluara. Mos u habit nëse e njëjta temë që mendove se ishte mbyllur, del përsëri përpara teje. Por 27 gushti është veçanërisht i rëndësishëm. Mërkuri bashkohet me Diellin në Virgjëresh, një moment shumë i mirë për qartësi, vendime dhe ide të reja. Në dashuri, eklipsi hënor në Peshq më 28 gusht prek drejt për drejt marrëdhëniet. Një lidhje mund të hyjë në një fazë të re, të thellohet ose të tregojë qartë se çfarë nuk funksionon. Mos u përpiq të rregullosh një marrëdhënie vetëm. Kjo javë të kujton se nuk e ardhur në këtë botë për të qenë perfekt. Ke ardhur për të qenë i vërtet me veten dhe për të ndërtuar një jetë që të përshtatet. Peshorja ka një javë shumë interesante sepse Venusi vazhdon të jetë në shenjën tënde dhe të rrit magnetizmin, elegancën dhe aftësinë për të krijuar marrëdhënie të mira, por Dielli dhe Mërkuri në Virgjëresh të shtyjnë të bëjnë pak hapa paspra. Kjo nuk është një javë për të qenë vazhdimisht mes njerëzve, mund të kesh nevojë për më shumë qetësi, privatësi dhe reflektim. Në dashuri Venusi të favorizon, por mund të kuptosh se disa ndjenja nuk janë aq të thjeshta sa dukeshin. Nëse je në lidhje, një bisedë e sinqertë mund të sjellë më shumë afërsi. Nëse je beqar, mund të kuptosh se çfarë lloj marrëdhënie kërkon realisht. Eklipsi hënor në Peshq më 28 gusht prek rutinën, punën e përditshme dhe mënyrën se si kujdesesh për veten. Mund të kuptosh se një ritëm jetese po të konsumon më shumë nga sa e pranon. Në punë mos merr gjithçka përsipër vetëm sepse nuk dëshiron të zhgënjesh dikë. Kjo javë është një moment për të mbyllur zakone të vjetra. Paqja që kërkon në marrëdhëniet me të tjerët fillon me paqen që i jep vetes kur thua jo pa u ndier fajtor. Akrepi këtë javë fillon të shohë më qartë se ku dëshiron të shkojë në të ardhmen. Dielli dhe Mërkuri në Virgjëresh aktivizojnë miqësitë, grupet, rrjetet sociale dhe planet afatgjata.
Një kontakt mund të bëhet shumë i vlefshëm për ty tani. Mund të njohësh dikë që të jep një ide, një mundësi, ose një lidhje që mund të të ndihmojë profesionalisht. Por më 25 gusht Mërkuri lidhet me yjen e jugut. Një person nga e kaluara mund të rikthehet. Para se të hapësh përsëri një derë, pyete veten mirë dhe kujtohu pse u mbyll herën e parë ajo derë. Në dashuri, eklipsi hënor në Peshq më 28 gusht mund të sjellë një kthes në jetën romantike. Për disa akrep kjo mund të jetë një lidhje e re, për të tjerë një realizim se një marrëdhënie duhet të ndryshojë. Nëse je në lidhje, mund të flitet për një të ardhme më serioze. Në punë mos u shqetëso nëse një plan ndryshon. Eklipset shpesh nxjerrin në sipërfaqe atë që nuk mund të vazhdojë më në të njëjtën formë. Mos u kthete njerëzit vetëm sepse ke kujtime me ta akrep. Shikon nëse versioni i sotëm i tyre përputhet me versionin e sotëm tënden. Pra ti mund të jesh rritur dhe ata qëndrojnë në vend numero. Shigjetari ka një javë shumë të rëndësishme për karrierën përpara shigjetari. Me diellin në Virgjëresh dhe Mërkurin që hyn përsëri në Virgjëresh më 25 gusht, puna, reputacioni dhe objektivat profesionale bëhen qendra e vëmendjes. Nëse ke një projekt që dëshiron ta çosh përpara, kjo është periudha më e mirë për ta organizuar seriozisht. Mos u mbështet vetëm te entuziazmi, vendos afate, prioritete dhe hapa konkret. Më 25 gusht një çështje e vjetër profesionale mund të rikthehet, ndoshta një aplikim, një mundësi ose një vendim që nuk funksionoi më parë. Tani mund ta shohësh me sy të tjerë. Më 27 gusht, Mërkuri Cazimi sjell një moment qartësie. Mund të kuptosh saktësisht se çfarë duhet të bësh për të çuar përpara një objektiv, por fundjava sjell një ndryshim emocional. Eklipsi në Peshq prek shtëpinë dhe familjen. Mund të ketë një ndryshim në ambientin ku jeton ose një vendim familjar që ndikon edhe te karriera. Mos e shiko si pengesë. Ndonjëherë duhet të rregullosh bazën e jetës përpara se të ndërtosh katin tjetër. Kjo është pikërisht ajo që të kërkon kjo javë. Britsjapi është një nga shenjat që mund të përfitojë shumë nga energjia praktike e Virgjëreshës. Dielli dhe Mërkuri në këtë shenjë toke të ndihmojnë të organizosh planet, dokumentet, studimet dhe projektet që kërkojnë durim. Nëse ke menduar të udhëtosh, të studiosh, të aplikosh për diçka ose të zgjerosh një projekt jashtë zonës tënde të zakonshme, kjo javë është shumë interesante. Por më 25 gusht mund të rikthehet një plan i vjetër. Mos e refuzo automatikisht. Ndoshta tani ke më shumë përvojë dhe mund ta realizosh ndryshe. Në punë 27 gushti mund të sjellë një informacion shumë të rëndësishëm. Mërkuri Cazimi favorizon qartësinë dhe kuptimin e një çështjeje që deri tani ka qenë e paqartë. Në dashuri, Venusi në Peshore të kërkon të jesh më fleksibël. Mos mendo se gjithçka duhet të bëhet sipas planit tënd. Eklipsi në Peshq prek komunikimin. Një telefonat, mesazh ose bisedë mund të sjellë një kthes. Mos e nënvlerëso informacionin që vjen në fundjavë, mund të jetë pikërisht pjesa që mungonte në një puzzle që ke kohë duke e ndërtuar. Ujori hyn në një javë shumë të rëndësishme për financat dhe vlerën personale. Dielli dhe Mërkuri në Virgjëresh të shtyn të shohësh më me kujdes paratë e përbashkëta, marrëveshjet, borxhet, investimet dhe çështjet e besimit. Nëse ka një marrëveshje që nuk e ke kuptuar plotësisht, kjo është koha për të kërkuar sqarime. Mos firmos ose prano diçka vetëm sepse dikush të thotë se është e sigurt. Më 25 gusht, Mërkuri dhe Nyja e Jugut mund të rikthejnë një çështje financiare nga e kaluara. Ndoshta një pagesë, një borxh ose një vendim që duhet rishikuar. Por më 27 gusht mund të vijë qartësia që të duhet. Mërkuri Cazimi në Virgjëresh mund të ndihmojë të shohësh më qartë një situatë komplekse. Eklipsi hënor më 28 gusht prek financat personale dhe vetvlerësimin. Mund të ndryshojë mënyrën se si e kupton sigurinë materiale. Në dashuri mos e ngatëro pavarësinë me distancën emocionale. Kjo javë të mëson se siguria nuk vjen vetëm nga paratë, vjen edhe nga njohja e vlerës tënde dhe nga aftësia për të mos pranuar më pak se çfarë meriton.
dhe peshqit. Peshqit janë shenja që ndihen më fort këtë javë, sepse më 28 gusht ndodh eklipsi i pjesëshëm hënor në peshq me hënën në rreth 4 gradë peshq dhe dielli në virgjëresh. Ky është një moment shumë i rëndësishëm për marrëdhëniet dhe identitetin tënd. Mund të ndjesh se një kapitull po mbyllet edhe nëse ende nuk e di saktësisht se çfarë do të vijë më pas. Dielli dhe Mërkuri në virgjëresh e vendosin fokusin te partneritetet. Kush është pranë teje? Kush po investon? Kush vetëm premton? Më 25 gusht, Mërkuri lidhet me yjen e jugut dhe mund të rikthejë një model të vjetër në marrëdhënie. Mos e përsërit vetëm sepse e njeh atë model. Më 27 gusht, Mërkuri cazimi mund të sjellë një moment të jashtëzakonshëm qartësie. Një bisedë mund të tregojë saktësisht se ku qëndron një marrëdhënie. Nëse je veçar, mund të kuptosh se çfarë lloji partneri nuk dëshiron më në jetën tënde. Nëse je në lidhje, mund të vijë një vendim për të ardhmen. Mos ki frikë nga mbylljet. Eklipsi nuk është gjithmonë humbje. Ndonjëherë është momenti kur më në fund e kupton se një kapitull ka përfunduar dhe tani je gati të shkruash kapitullin tjetër të jetës tënde.